Dhunoi bashkëshortin e gjyqtares Saida Dollani me urdhër të Emiliano Shullazit ekstradohet nga Gjermania 38 vjeçari kërkuar nga GKK. Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Gjermania drejt Shqipërisë pas një operacioni të finalizuar nga Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet gjermane. Bëhet fjala për shtetasin Fabio Ballabani, alias Fabio Zyberaj, 38 vjeç, i cili në 2019 akuzohet se ka dhunuar dhe ka nosur me armë zjarri shtetasin KP, bashkëshortin e gjyqtares Saida Dollani, ngarkuar me gjykimin e një çështje kundër një grupi të strukturuar kriminal ku veti ekstraduar ishte i përfshirë. Ballabani dyshohet se ka qenë pjesë e grupit kriminal të Emiliano Shullazit dhe dhunimi i bashkëshortit të gjyqtares është bërë me urdhër të Shullazit. Në vitin 2024, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar GKK ka caktuar për Ballabanin masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, goditjet ndaj pjesëtarëve të familjes së personit që kryen një detyrë shtetërore parashikuar nga Kodi Penal. Pas mbërritjes në Shqipëri, 38 vjeçari i dorëzua drejtorisë përgjithshme të burgjeve ku do të vijojë procedurat përballë drejtësisë shqiptare.